Gjoti Batan, ti si e ndoqe se si ishe asë të Shqipëri, nuk ishe merak... Në vërtetë e kisha ndoqash me shqetësim mënyrën se si është prezentuar në media. Dhe më thënë, unë kam shqetësim për faktin që gazetaria në teren po vdes. Sepse... Ta duhet të regonin fakt që ndodhin kutit e votim. Sepse me këtë gazetari ku vendoset portreti Berishës pa asnjë kriter në garë, mendoj që faji është te na. Për arsye se i kemi bë PR një njeriu, do përfaqësoj edhe gazetën ku jam unë, një njeriu i cili nuk ka merituar që të prodhoj lajme çfarë kemi prodhuar. Domethënë të qëndroj kaq gjatë dhe pastaj të portretizohet si njeriu që e ka fituar garën, është një shkarje serioze në profesionin tonë. Kjo është e para. E dyta, ka fituar, domethënë, të gjithë janë për turp. Se si është ndjekur Partia Demokratike në garën zgjedhore. E dyta, ata që kanë votuar, 37.300 të cilët janë zyrtarizuar, Nga ta ishin Berishë, 8.000 gjithsej. Mendoj që kanë gabuar seriozisht për të ardhmen e Partisë Demokratike dhe... Po ku janë 38.000? S'ka lidhje, unë po them... E marrim shifrën tani... Për marrë shifrën zyrtare. Unë po them, nëse janë 37.000 prej tyre, kanë gabuar në votimin e tyre për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Ky është varianti i gabimit, kurse të vërtetit që kanë votuar, realisht kanë votuar fotografin në mur të Sali Berishës, po jo edhe kryetari. Pra arsye se portreti i doktorit është për mur, për histori, po jo për të qenë i gjallë në kuptimin figurativ të udhëheqjes së një të djathtë. Mos të më keq kuptojnë, po flasë se unë kam respekt për betejën e përgjithë, por nuk kam respekt për uzurpimin dhe për mënyrën se si ka kandiduar doktori. Treta, treta që du të thëmë, cili është njeri më i lumtur, që do duhej të jetë në këtë garë. Është ylli njeriu që është në djathtën tonë, Saljani. Une, tash e pash fotografinë atyre që ishin me Berishën, une kam respekt shumë për një pjesë të atyre që kam mitësime ta, ja këtë fotografinë këtu. Po çfarë bën me i ka uzurpuar? Jo, s'ka lidhje. Nuk kisha dalë. Nuk kisha dalë këtu. Pra arsye se dalja në fotografinë në këtë moment, është çështje morale pastaj. Flet për njeriu. Dhe fakti që flet për njeriu, unë mendoj që njerëzit një pjesë e tyre, se për tjertë janë militant, një pjesë e tyre për cilit unë kam respekt, nuk kisha pas qef mi pa në këtë fotografi. Se kjo është varrosja e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe kur po plasë varrimin, portreti i gjallë i Sali Berishës, njeriu që ka themelu këtë parti, pe merë me vete duke ja bërë gropën. Ose, mos ta them varrin se duket e vrashtë. Dhe ajo, nuk i takon një njeriu i cili e ka bo betejën natën 92. Nuk i takon një njeriu i cili ka fitu betejën gatit pa mundur në vitin 2005. Dhe kjo është për të ardhur keq. Kjo është për të ardhur keq për votuesit, 37 apo 4.000 e parëndësishme është. Se ata nuk kanë pas qëllim... A mund të bëjë një ndryrje këtu? Jo, nuk kanë pas qëllim... Dhe këtë fund, Saljani. Unë mendoj që një njeri e ka bo një editorial dje me robaze, që njeri u maj lumtur në fitoren... Që e dira? Po, e thështë e. Dhe, e pati titull. Dhe nuk ka lumëtëri më të madhe për një lider, që bën asigare, për arsye se çfarë do që bën Edi Rama tash, ka arsyetim për atë që ka ndodhur ditën e djeshme. Çfarë do që ndodh me Edi Ramën? Nuk ka ftyrë dikush në Partinë Demokratike të më thotë se kjo është morali. Kur e vjedhin vetveten. Në shoqëria njerëzore,
duke ditur që njeriu ka natyrë lakmitare, po edhe do pushtet pa kufishëm, ka vendosur institucione. Problemi që ka Shqipëria, procedura institucione. Problemi që ka unë, edhe për brez, edhe për mendësi, është që duhet funksionojnë institucionet, dakor, një njeri do të rri gjithë jetën. Atë që kërkoj unë tek Edi Rama, që ka kap gjithë institucionet dhe i nështrojnë vullnetit vet, po kërkoj që ta nisi me model ndryshëm Partinë Demokratike. Sali Berisha ka shkatruar të gjitha institucionet dhe po minon demokracinë. Pra, po ta shikosh pak, se tym në përteja asaj tallës, seriozisht, e nisën sigar, një sigar kjo apo jo. Përjashtoj, se te unë kishte probleme, përjashtoj nga gara, dhe pasaj e ktheu në fund tash referendum. Por ndërkohë, i vetmi që merrte vendimet, ishte Sali Berisha kryetari i komisionit, ishte Sali Berisha gjykata partisë, ishte Sali Berisha ai që dinte lidhjet me krimin apo me qeverinë. Pra, në fund, Partia Demokratike sot është e uzurpuar dhe Sali Berisha nuk ka legjitimitet as moral dhe as ligjor. Pra sot ka uzurpuar një parti për interesat vetat. Dhe tani vim tek thelbi tjetër, nga që është i dobët Sali Berisha sot dhe nuk ka mbështetje në antarëve, shkon edhe bën atë që me të drejtë se ka Antoni që është gazetar opozitar i fortë, atë sentiment. Ka punë se ndjetë njerëzit. Partia Demokratike zotrinj ka votuar 2 tentet e fundit, ka bashkuar votat me Ramën. Një për t'i dhënë Komisionit Xhafaj që t'i bëj presion Spakut, dhe që nuk kishte nevojë fare ta bënte, dhe e dyta ka votuar një rezolut për integrimin. Po ndërkohë, narrativa e Partisë Demokratike, se do t'i qëndrojmë narrativës Sali Berishës, thot, këtu jemi regjim. Nëse ti zotri je në regjim dhe thua që duhet jetë me merit, po themi, andarësimi në Bashkimin Evropian, nuk vetë bashkon votat me Edi Ramën. Dhe kur, po ndjek prap narrativën e këtij zotris, në momentin që thot ka probleme me Gjermaninë, ka probleme me shtetet anëtare, pse ja jep të bonus Edi Ramës që thot që po ç'a ja ku e ke? Dhe direkt pas asaj Edi Rama mori atë i barin, apo jo? Ai ishte kështu? Ka konferencën nesër ndërqeveritare. Pra, nuk mund t'jetë Sali Berisha dhe Partia Demokratike komardare e Edi Ramës. S'mund t'jetë, sa herë ka nevojë Edi Rama që mbytet vetë i japi votat. Këtë e bën, e para se nuk ka institucione, nuk ka vot. Kush të mban të përgjegjshëm? Vota. Nëse ti e uzurpon një funksion dhe thua, unë dua që parat që jep buxheti shtetit vinte unë, influenca që ka nga buxheti të vinte unë, influenca që ka opozita për leje për tendrat vinte unë, opozita selektive të vinte unë, atëherë çfarë kuptimi ka? Pra këtu ka rënë politika, edhe ne mund të flasim, puna është ta përmirësojmë, këtu e kam me ne që jemi politikë, se ju jeni në drejtën tuaj dhe bëni fjalë, por nuk ka vlerë fjalë as ç'a thoni ju, as ç'a themi ne, kjo është fatkeqësia. Sepse ka rënë politika, ç'a diskutojmë ne sot? Ne diskutojmë si u mbushi, si se mbushi, si dela i thotë u modernizua, u ripërtëri. Ore ka rënë parimi, nuk diskutohet më për ai mund të thoshte të diltet përballë. Koncepti i mandatit zotrinj është ky, që merr jep premtime, ke një program dhe në fund përballesh me premtimet që ke dhënë. Me çfarë u përball Sali Berisha dje? Pardije kur ishte. Çfarë ofron Sali Berisha për të ardhmen? Të ngrihet gjenerata Z, thot. Sali Berisha ka në politikë ai sa çka mund mosh fizike. Tani gjenerata Z, po dhe tjetër ama, se është edhe kështu, po pse do e presi një brez edhe çka formim tjetër. Unë nuk kam jetuar në komunizëm. Do presun që ndryshimin ta sjell një ish antar i Partisë Punës që ka mendësi totalitare dhe puniste. Jo për moshën, po për mendësinë. Do ta bëj betejën për të sjell ndryshim për çfarë? Pra cili është ndryshimi që ofron sot Sali Berisha? Pra mund të thoshte që po, unë do vi se në 2021 e pati program. Tha do lejoj fraksionet, tha që do rregulloj marrëdhëniet me ndërkombëtarët, do një pjesë ta do jem sovranist, apo jo? Tha nuk më duhen fare, na duhet të kemi një parti sovrane, tha deputetët do t'i zgjedhë antarësia, tha që do ta kthejmë me bosh ideologji konservatore etj. Ore çfarë ofron sot o zotri?